Klarti që nga koha kur agjencia ka funksionu në kuadër të administratës unë mikut, deri me tani kemi pas në vazhdimsi bashkëpunim. Gjithmonë ka qenë bashkëpunimi në nivelin e shkëmbimit të informatave, ndarjes e informatave dhe statistikave të qytetarëve cilët kanë pasur qasje në drejtësi, kanë pasur nevojë për shërbime juridike dhe për qasje në drejtësi. Natyrisht që në periudhat ndryshme herë ka qalu, herë ka shku nivel më të lartë mirë, por në përgjithësi bashkëpunimi është në nivel të mirë. Natyrisht që ne presim që bashkëpunimi të rritet edhe më shumë, duke pas parasysh edhe faktin, po i referohem edhe asaj pyetjes në fillim që e parashtrut, të bashkëpunimit edhe në nivelin e mbështetjes në aspektin financiar. Sepse shumë e domosdoshme edhe kjo që aspekti financiar të ketë një qëndrueshmëri dhe të mundësot qytetarëve qasjen e drejtësi. Jo gjithherë, ose jo gjithmonë qytetarët i plotësojnë ato kriteret e parapame me ligj për të qenë përfitues i shërbimeve të ndihmës juridike falës nga Agjencioni për Ndihmë Juridike. Dhe në këto situata atëherë çfarë mund të bëjmë, sepse ka shumë raste ku vërtet qytetarët edhe pse nuk i plotësojnë kriteret e parapame me ligj për përfituar ndihmën juridike, por vërtet janë në gjendje shumë të rëndë socio-ekonomike. Dhe në këto situata, në këto raste, natyrisht që janë organizatat e shoqërisë civile të cilat do duhej ta krynin këtë lloj shërbimi në mënyrë që të mos ngelet asnjë qytetar pa përfituar ose pa pasur qasjen në drejtësi. Dhe është shumë e rëndësishme ndihma juridike, jo vetëm për faktin që qytetarët përfitojnë përmes shërbimeve, por është shumë e rëndësishme sepse përmes këtyre shërbimeve ngritet edhe ajo ura lidhëse e besueshmërisë së qytetarit qoftë në institucione, qoftë në organizatat e shoqërisë civile, qoftë edhe që është edhe më e rëndësishme në gjyqësor, sepse kemi parasysh faktin që me gjithë problemet cilat ballafaqohet gjyqësori, qytetarët në shumë raste, ne kemi pas shumë raste kur qytetarët gjatë procesit gjyqësor për shkak se ka marrë shumë kohë, është lodhur, është tërhekur. Dhe do thotë në një farë forme ka humbur besueshmërinë për të vazhduar matutje. Dhe këto lloj shërbime dhe kjo lloj aspekti i shërbimit të ndihmës juridike do ta ngriste edhe besueshmërinë e qytetarit në institucionet, sidomos edhe në gjyqësor. Prandaj është shumë e rëndësishme bashkëpunimi, jo vetëm me Agjencinë për Ndihmë Juridike, por edhe me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokural, po ashtu edhe me Odën e Avokatëve të Kosovës, edhe pse në një farë forme ky institucion deri diku organizatat e shoqërisë civile na shef pak si rival, për shkak se klientelës, sepse në shumë të rasteve thash që ka qytetari cili vërtet edhe ne kemi raste ku për shkak të interesit publik, edhe nëse qytetari ka mundësi me pagu shërbimin e avokatit, adreson këto problem, këto çështje në organizatat e shoqërisë civile. Natyrisht këto raste që ne i quajmë strategic litigation, që janë raste që krijojnë praktika të mira gjyqësore dhe zgjedhin një problem jo vetëm për individin, por edhe për çështjen që trajtohet, por edhe që mund ta ketë efektin edhe të një grup më i gjerë. Prandaj bashkëpunimi i tillë natyrisht se shpresojmë që do të ngritet në një nivel më të lartë, natyrisht duke pasur plotësim ndryshimet e ligjit aktual, cili veç është në fuqi, ka tentativa, ka iniciativa që do të fillohet që të ndryshohet ligji për Agjencinë për Ndihmën Juridike falës. Është formuar grupi punus dhe ka kaluar domosdoshmë është momentin e hartimit të koncept dokumentit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndihmë juridike falës. Kështu që jemi në grupin punus, shpresojmë që këto sfida apo të lashe që i përmenim këtu, të adresojmë grupit punus edhe të mund të marret një iniciativë që edhe organizatat e qeveritare të financohen nga shteti apo Ministria e Drejtësisë, këtë rast më si është përgjithëse ose mbikëqyrës e Agjencisë për Ndihmë Juridike falës, betet të shihet. A ka ndonjë qëllim ky ndryshimi edhe plotësimi i këtij ligji
ndonjë qëllim të caktuar, a ka nështë qëllim që edhe të hiqet nga Ministria e Drejtësisë, agjensia, apo ka qëllim tjetër që të rregulloj çështje tjera, ndoshta edhe një për këtyre bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile. Çka është qëllimi që po të shumë tash grupi punus, rekomandimet e grupit punus, të cilat do dalin, koncepti veç është është parapon 3 forma, bashkëpunimi me avokat, bashkëpunimi me një grup të avokatëve, e kështu po jemi në grup punus, hala nuk mujna me ditë si shka me jarë përfundimi, krejt varet prej grupi punus që shishe ato rekomandimet për me i përcjell në kuvend. Jo, është fjala ma shumë për iniciativen për ndryshim nga ona e ministrisë. Pse po do me ndryshu? Pas është mirë diçka, s'po funksionon mirë diçka, apo dojnë me bo shumë ma mirë se sa që është mirë tash? Po dojnë me bo shumë ma mirë se që është. Me qenë se jemi këtu, po realisht koncept dokumenti nuk e adreson çështjen e depolitizimit ose kthimit të agjencisë të pavarur, këtë fazë si është, por që thjesht konsiderojmë që ajo është çështja kryesore e cila duhet më adresuar edhe përmes këtij ligji për ndihmën juridike fala, sepse është një pikë shumë e rëndësishme që agjencia me qenë e pavarur siç ka qenë. Na folëm edhe tash këtu në fillim dhe çdo herë për çështjet e aspektit të rëndësisë së qasjes në drejtësi, por për më pas mundësi me ofru qasje në drejtësi, e para është që qytetarët me pas besim në këto institucione. Edhe normalisht që pa pas një institucion të pavarur, nuk mujë me pas as besimin e qytetarëve në të. Tash na përmendëm gjithë këtu që rastet më të shpeshta i kemi të cilat na i trajtojmë ku qytetarët ballafaqohen me institucione shtetërore. Domethënë, qoftë me ministri përkatëse, qoftë me institucione të tjera në konflikte administrative kryesisht, për shkak që nuk mbrin ose nuk ja njohin të drejtë që i takon. Dhe tash në situatën që jemi, sepse po i bie disi si ta përsërisim, po në situatën që jemi, do të thonë i bjen që në një gjykatore, në njërin anë është avokatura shtetërore, në anën tjetër agjencia për ndihmë juridike falas dhe të dyja janë në umbrellën e Ministrisë së Drejtësisë. Që realisht është një paradoks, edhe është jashtë çdo logjike, edhe thjesht e cënon në thelb besimin e qytetarëve, sepse kush mundet me qenë i bindur që për kundër punës së jashtëzakonshme që e bëjnë gjithë zyrtarët në Agjencinë për ndihmë juridike falas, por perceptimi i qytetarëve, i publikut në përgjithësi, padyshim që është i tillë që t'len me pas thjesht rezerva në ato se si mund të ofrohet diçka e tillë në momentin që e ki në të njëjtën anë, domethënë të dy palë që janë në të njëjtën ombrellë. Shto këtu, veç një shtesë, domethënë të asaj që plotësim ndryshimi që është bërë ligjit për ndihmë juridike falas, më kujtu tash një kategori që është shtu për shembull janë gazetarët, që janë shtu për të përfituar ndihmë juridike falas drejt për drejt, pa marrë parasysh plotësimin e kritereve të caktuara. Dhe tash imagjino në rastet kur gazetarët, sidomos në frymën e fundit që e kemi, sulmohen në situata të tilla dhe si mundet me qenë një besim i tillë, domethënë në rast se ata ndodhen në një situatë ku përballen me një institucion shtetëror, në një rast të tëre dhe të kërkojnë ndihmë juridike prej agjencisë, domethënë cili është perceptimi tënë për e përfitu prej ndihmës juridike falas të ofruar prej agjencisë në momentin që nuk perceptohet ose nuk konsiderohet si institucion i pavarur.